Star Sport ka nisur sezonin e ri në ekranin e Star Plus. Emisioni i parë i këtij sezoni nisi menjëherë pas ndeshjes Vllaznia Kuksi në drejtimin e gazetarit Pirro Ruvina. Të ftuarit vlerësuan barazimin që kuqeblu u morën kuksianëve. Pas parasysh se luajtëm me Kuksin, në pamje të parë duket të kënaqur, po. Prapë të weekend se ishte ndeshja e parë e kampionatit në një stadium disi të papritur për Shkodrën. Pra një stadium modern, një stadium meritorit e fitore Vllaznia. Edhe për mënyrën se luajti për mua. Sigurisht që është ekipi edhe më i shtrenjtë, ba mu ka edhe nëna me Skanderbeun. Kështu që janë të gjitha që mbledhen, që unë them që duhet jena të kënaqur me një barazim. Sigurisht që edhe loja nuk ishte në atë ritmin që ndoshta mund të thoshim i humb me këta dy tipë. Një vëmendje ju kushtua edhe pjesëmarrjes së Vllaznisë së femrave në eliminatorët e Ligës së Kampioneve. Po, është e vërtetë që ne morëm pjesë edhe këtë edicion në Champions League, ku ne ishim te grupi tonë në lutjen e pomorjes të Slovenisë, dhe nuk ishin rezultatet pozitive. Duhet pranuar realitetin që ala jena në hapet e parë të këtij sportit dhe do të ecim me kam tokë, përderisa edhe ne nuk kena objektiva mallore. Në studion e Star Sport, Dashamir Sheria foli për librin e tij Enciklopedia e Sportit Shkodran. Për futbollin Shkodran, unë sjell terren këtu, se futbolli në Shkodër me top futbollit është luajtur herët, që është në vitin 1905, nuk është 1919 data e fillimit të futbollit, 1919 është fillimi i një shoqërie kulturoro-sportive. Thomë se ka pas punë të madhe shumë. Gjatë emisionit pati edhe lidhje direkte me stadiumin Loro Boriçi menjëherë pas ndeshjes Vllaznia Kukusi. Emisioni në javët në vijim do të jetë si zakonisht çdo të hënë në orën 21.